loja dhe makineria geopolitike është ajo që dikton lojrat e vogla. Në Partinë Socialiste dhe tek sekti i Rilindjes ka nisur një rebelim i madh brenda. Kemi miq brenda, kemi njerëz, ka Rama po përpiqet. Para 2 ditësh pati një takim sekret me njerëzit e tij më të afërt dhe u tha që nuk ka zgjedhje të parakohshme, nuk ka qeveri teknike, nuk ka asnjë lloj tërheqje mbrapsh, sepse kjo do të tregonte se jemi të dobët. Dhe u tha njerëzve të tij, do të zhytemi bashkë ose do të fitojmë bashkë. Tani janë në fazën e fshehjes parave, sepse mendojnë që duhet të fshehin një pjesë të madhe të atyre që i kanë grabit shqiptarëve. Sot shqiptarët kanë një pyetje të madhe, Gilbert, që ja bëjnë dhe ju ndoshta e keni hasur atë çdo ditë, sepse ma bëjnë dhe mua çdo ditë këtë pyetje. Nuk na intereson burgu i tyre, por parat a do konfiskohen apo jo. Nuk intereson kujt, shqiptarëve do hyjnë këta në burg apo jo, se edhe atje brenda karkaleca dhe verë do hanë. E do bëjnë palestër, e do bëjnë dhe status në Facebook. Deri tani Spaku ka dështuar në këtë pjesë. Deri tani ka dështuar, jo plotësisht, por shifrat që janë konfisku nuk janë në nivel të dur. Pra janë diku deri tek 60 milion euro. Që nuk janë asgjë në raport me atë që është vjet. Jo vila, jo BMW-ra, jo makina luksoze, jo resorte turistike, jo flori, jo pllaka floriri, jo Eurocash, nuk kanë kaluar 60-70 milion euro, por që nuk janë gjë në krahasim me miliardat. Paria e Tiranës është duke fsheh parat në mënyrë që të rikthehet pasi të hajnë goditjen e madhe, sepse mendojnë që pasi të largohet Trumpi, nëse kthehen demokratët, do të rivitalizohen. Çështja është që loja është më e madhe se ata dhe janari do të jetë një pikë kthese, fundi i janarit do të jetë një pikë kthese ku Rama do të njihet më shumë prej bëmave të tij live. Dhe ai e di mirë se ku dhe si. Dhe me sa duket, edhe e ardhmja do të projektohet, ardhmja e këtij paqëtimi të Washingtonit me shqiptarët, të cilët besojnë se për 34 vite kasta hajdute anti-shqiptare u maskua mirë me flamur amerikan, por bëri krejtësisht të kundërtën e saj. Ka ardhur momenti i paqëtimeve të mëdha dhe i aleancave të mëdha. Nuk ka më lojë me 2 porta, as me 3 porta. Por zoti Osmani, si do bëhet kalimi? Do jetë i butë, mendoni, i tranzicioni? Pra, po kush do jetë ajo elitë e re që do ta marrë në dorë në fund fundit? Pa asnjë diskutim që nuk ka destabilitet. Lojtarët e Beogradit në Tiranë, oligark, pronar mediash, drejtues prime time, gazetar prime time, biznesmen të mëdhej, emra të rëndësishëm, Peco Grosso në Shqipëri, politikan me hije të vjetra, me pneumoni të vjetra, duhet të harrojnë çdo lloj iluzioni se mund të destabilizohet Shqipëria. Nuk ka destabilizim. Dhe nuk do të lejohet destabilizim. Kjo është ajo që unë lexoj. Ju a thash, unë nuk lexoj filxhan as hedh fall. Nuk lejohet destabilizimi në këtë moment, sepse, siç u a thash, po hym në fazën e paqes së armatosur, shqiptarët po armatosen nga Amerika me Javelin, dhe është përgjigja më e fortë që i vjen Serbisë, Rusisë dhe kinezëve